Ramazani dhe jeta. Nëse ndalesh edhe e shikon muajin e Ramazanit nga një kënd tjetër, do të gjesh vërtet një shembull praktik që ka lidhje dhe përngjasim të madh me jetën tonë, apo thënë më ndryshe, është si një jetë e minimizuar. Ajo është panorama e jetës sonë, pas ju reflektimi se si duhet ta kuptojmë jetën. Ramazani na jep mësime praktike dhe se si duket jeta jonë. Por cilat janë vërtet këto pasqyrime apo skicat e jetës që na jep Ramazani? 1. Ashtu siç lind hëna e re, lind edhe njeriu. 2. Njeriu është udhëtar në jetën e kësaj bote, ashtu siç është edhe muaji Ramazan. 3. Jeta ka sfidat e saj, ashtu siç ka edhe Ramazani. 4. Njeriu në Ramazan gjendet përballë 3 durimeve, të njëjtat që janë edhe në jetën tonë. Durimin ndaj caktimit të Allahut, durimin ndaj adhurimeve, durimin ndaj ndalesave. 5. Ramazani mëson njeriut moton e shpëtimit në jetë. Unë jam agjërueshëm, ashtu siç e ruajt e agjërimin tënd që mos ta dëmtosh, mos e jep rastin gjithkujt ta dëmtoj jetën tënde. 6. Ashtu si Ramazani kërkon angazhimin maksimal, edhe jeta kërkon nga ne një angazhim të tillë që të jemi të suksesshëm. 7. Ashtu si Ramazani është në ditë të caktuara, edhe jeta joni ka ditë të caktuara edhe të apatizuara. 8. Ramazani na mëson se ashtu siç ishim bujar në të jemi edhe gjatë ditëve të tjera të jetës tonë. 9. Në Ramazan, çdo besimtar kërkon faljen e Zotit, kurse në jetë Zoti na këshillon që t'ua falim njerëzve gabimet që bëjnë gjatë jetës. 10. Teksa Ramazani shkon, i shtohet vlera. Po kështu, duhet të jetë edhe jeta jonë. Sa më shumë të shtyhemi në moshë, duhet t'ja dim vlerën. Hasan el Basriu thotë: O biri i Ademit, një ditë për ty, një ditë kundër teje. Zot, na mundsoj që të kemi një jetë lehtë nga belat dhe sprovat e saj, dhe pranona veprat tona që bëjmë, derisa të jemi gjallë, o më i madh i gjithësisë. Amin. Allahu i madhëruar na ka nderuar në Ramazan me prangosjen e shejtanëve, me hapjen e dyerve të xhennetit, me mbylljen e dyerve të zjarrit, me shumë fishin e shpërblimit. Ramazani është muaji i mëshirës, i faljes së mëkateve, i lirimit nga zjarri. Agjërimi do të ndërmjetësoj për agjëruesin, do ta pengoj agjëruesin nga zjarri, do e fus atë në xhennet nga dera e Rayan. Agjërimi bëhet vetëm për Allahun e madhëruar dhe ai do të shpërblej për të. Pra, cilat mirësi të Zotit tuaj o i mohoni? Allahu i madhërishëm shumë herë në librin e tij e ka emëruar veten El Hakimu, siç e gjejmë në ajetin Allahu është i gjithdijshëm edhe i urtë. Ai është i gjithdijshmi, i urti. El Hakimu është ai që vendos gjithçka në vendin, formën dhe mënyrën më të mirë. Dhe prej urtësisë së Allahut të madhëruar është se ai ka caktuar për robërit e tij shumë llojshmëri adhurimesh, adhurimet me fjalë, siç është leximi i Kuranit dhe dhikret e ndryshme, adhurimet me pasuri, siç është zekati i pasurisë, shpenzimet dhe sadakat, lëmoshat, adhurimet me trup, siç është falja e namazit, tawafi, rrotullimi rreth Qabes dhe ecja nëpërmjet Safas edhe Meruas për umra apo haxh, si dhe lloje të tjera adhurimesh. Tek muaji i Ramazanit është mbledhur vlera e kohës dhe llojshmëria e adhurimeve, si për shembull ndalimi nga ngrënia, pirja dhe çdo gjë që e prish agjërimin, leximi i Kuranit, qëndrimi në xhami për itikaf, kryerja e umrës,
dhënia e sadakas, lëmoshës, dhënia ushqim agjëruesve për iftar dhe për syfyr, e shumë punë të tjera të mira. Dije o agjërues, Allahu na forcoft në këtë fe madhështore, se prej suneteve të harruara është edhe shpejtimi në çeljen e iftarit. Transmetohet nga Sejl bin Sad radiallahu anhu se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: njerëzit do të vazhdojnë të jenë në mirësi përderisa e shpejtojnë iftarin. Profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith na tregon se njerëzit do të vazhdojnë të gjenden në mirësi përderisa e shpejtojnë çeljen e iftarit dhe nuk e vonojnë deri kur dalin yjet. Në të kundërtën, nëse ne nuk e shpejtojmë iftarin, atëherë nuk jemi në mirësi. Pëlqyeshmëria e shpejtimit të çeljes së iftarit. Çelja e iftarit lidhet me perëndimin e diellit dhe jo me thirrjen e ezanit. Nga se ndodh në të shumtën e herëve që dielli ka perënduar dhe muezini akoma se ka thirrur ezanin. Bazuar në fjalën e Allahut të lartësuar: dhe hani e pini derisa të dalloni qartë perin e bardhë të agimit nga peri i zi natës. Pastaj plotësojeni agjerimin deri në mbrëmje. Transmetohet nga Ebu Atije se ka thënë: unë dhe Mesruku shkuam te Aisha dhe i tham: o nëna e besimtarve, janë dy burra prej shokëve të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Njëri prej tyre e shpejton iftarin dhe e shpejton namazin, ndërsa tjetri e vonon iftarin dhe e vonon namazin. Aisha radiallahu anhu tha: cili nga ata e shpejton iftarin dhe e shpejton namazin? I tham: Abdullah bin Mesudi. Tha: kështu vepronte i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam. Prej shkaqeve që njerëzit të vazhdojnë të gjenden në mirësi, është edhe shpejtimi i çeljes së iftarit. Dhe kundërta, prej shkaqeve që njerëzve t'u largohet mirësia dhe të bie në errësirat e devijimit, është vonimi i çeljes së iftarit. Për sa i përket hadithit të transmetuar nga Ebu Hurajra radiallahu anhu se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Allahu i lartësuar ka thënë: robrit e mi më të dashur janë ata të cilët e shpejtojnë më tepër iftarin. Nuk saktësohet, pra është hadith i dobët. Më e mira është që iftari të çelet me hurma. Transmetohet nga Enes bin Malik radiallahu anhu se ka thënë: i dërguari Allahut e çelte iftarin para namazit, duke ngrënë disa rutab. Është hurma arabe para se të arrijë pjekjen e plot. Nëse nuk gjente rutab, e çelte me hurma. Nëse nuk gjente as hurma, pinte disa glënka ujë. Po ashtu është transmetuar se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e çelte iftarin në dimër me hurma, kurse në verë me ujë. Dietari Islamit Ibnul Kaimi, Allahu e mëshiroft, ka thënë: ajo, hurma, është frut, ushqim, ilaç, pije dhe ëmbëlsirë. Nuk është detyrë apo sunet, siç mendojnë disa muslimanë, që ngrënia e hurmave kur çel iftarin të jetë numër tek. Sheikh Ibn Uthejmini, Allahu e mëshiroft, është pyetur: kemi dëgjuar se agjëruesi në kohën kur çel iftarin e ka detyrë të çel duke ngrënë hurma numër tek, pra 5 ose 7 hurma e kështu me radhë. A është detyrë ky veprim? Ai, Allahu e mëshiroft, u përgjigj: nuk është detyrë e as sunet që personi ta çel iftarin duke ngrënë hurma numër tek 3, 5, 7 apo 9, përveç se në ditën e festës, Fitr Bajramit. Saktësohet se profeti sallallahu alaihi wasallam nuk nisej për faljen e namazit ditën e festës së Fitr Bajramit derisa të hante disa hurma. Ai hante ato numër tek. Përveç këtij rasti, profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e ka synuar ngrënien e tyre numër tek.